Atëherë, shoqëria civile është aktivizuar shumë, është sensibilizuar i gjithë opinioni, duke qenë se edhe mbrëm u bë një marsh shumë i madh në kryeqytet dhe në qytete tjera. Atë e përmendët edhe pak në fillim të emisionit se është një bombë mesate e cila pritet që protestat sa vinë të shtohen, paka shumë një skenar si në Serbi që po përmendet. Ashtu e lexova dhon. Është një revolt që po vjen nga studentët. Nga studentët dhe shkollarët të mesëm, të cilët vetëm se kanë dalë në përmarshe për arsye se janë mbyllur shumë njerëz, por shoqëri civile siç e the, por edhe VIP-t, këngëtarët tanë kanë reaguar gjithsesi, duke qenë se vetëm nga bendi i cili ka performuar është paka shumë i njohur ta krahasoj me Elitën 5 apo me ndonjë band shumë të njohur në Kosovë dhe nga 6 të bendit 4 vetëm se kanë vdekur dhe një është në rrezik për jetë në intubim. Kjo duhet na shërbej neve realisht për arsye se po humbim të ri tanë, kena humbur ajo qytet e vogël me 30.000 banor ka humbur një gjenerat e tërë dhe uroj të mos ndodh askund. As në Kosovë apo gjithkund rreth nesh. Urojmë ashtu. Hajde, faleminderit shumë për kohën edhe një herë dhe krejt informacionet që na i solle. Faleminderit.